Përshëndetje miq. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi ju. Esselamu alaikum kudo që jeni. Para se të filloj me videon e radhës, dëshiroj që bujthirje që të abonoheni në kanalin tim. Sepse kam vërejtur se shumica nga ju i shikojnë videot, por nuk janë abonent. Kjo për ju nuk është ndonjë vështirësi e jashtëzakonshme, po për mua ka një domethënie jashtëzakonisht të madhe në qoftë se ju do të abonoheshit në kanalin tim Hidayet Fetahi, Islami është ndryshe. Ajo që ka dua sot të flas është tema e cila në kohë të fundit, disi me fillimin e muajit të bekuar të Ramazanit, sikur duket i ka inkurajuar disa antimusliman në Shqipëri dhe në Kosovë, të cilët kanë paraqitur dhe vazhdojnë të paraqesin tendenca antimuslimane dhe anti-islame, që për mendimin tim nuk janë asgjë tjetër përveç se elemente të cilat nxisin përçarjen në mesin e shqiptarëve, kudo që janë, dhe unë dëshiroj t'i pyes këta antimusliman shqiptar se a ka antikristianizëm në Kosovë? A ka antikristianizëm në Shqipëri? Në fund të fundit, a ka antikristianizëm në Lugin, Preshevës dhe në Maqedoninë e Veriut? Ne duhet të jemi të kujdesshëm kur dikushi nga ata shqiptar që nuk janë musliman, por që janë ateist e që janë ku e di unë çka janë, e të krishterë, sikurse që deklarojnë ata, e sa të krishterë janë, kjo shihet se ata pikëspari nuk i bëjnë nder fesë së tyre, të cilën e kanë zgjedhur, e që mund të jetë kristianizmi katolik apo kristianizmi ortodoks në mesin e shqiptarëve, dhe si pretekst gjithnjë e marrin perandorinë osmane, dhe gjoja kinse shqiptarët janë maltretuar, janë vrarë, janë masakruar, që të konvertohen me dhunë në islam. Kjo nuk do mend se nga perspektiva historike ka mundësi që ka pas raste të tilla, dhe gjithnjë, asnjë perandor i cili vërshon dhe marshon në një territor dhe shtet tjetër, me siguri se ka edhe ngjarje të cilat janë të lidhura edhe me vrasje, edhe me maltretime, edhe me persekutime, por të thuash se në mënyrë masive, masovikisht, shqiptarët janë dhunuar që me dhunë të pranojnë islamin, kjo nuk qëndron. Kjo nuk qëndron pikëspari nëse do i shikonim me kujdes arkivat historike në arkivat e Stambollit, dhe të marrësh perandorinë osmane dhe të çfaqësh atë urrëtitjen ndaj vëllezërve dhe motrave muslimane shqiptare është një tendencë pikëspari që e urren edhe vetë kombin në xhenes, për arsye se shumica e shqiptarëve janë me fe islame. Shumica e shqiptarëve janë musliman me fe, kanë fen islame si religjion. Qoftë në Kosovë, ku janë mbi 90%, 95, 96%, qoftë në Shqipëri 60%, qoftë në Maqedoni 100%, qoftë në Lugin, Preshevës gjithashtu 100%. Për arsye se ju antimusliman shqiptar, në qoftë se do ishit në gjendje që mua si shqiptar musliman i Maqedonisë të mi gjeni dhe të mi tuboni, të mi grumbulloni dikundi 1.000 deri 10.000 ortodoks shqiptar në Maqedoni, dhe ata të deklarohen publikisht, në publik, në opinion, në Republikën e Maqedonisë së Veriut,
dhe të dëshmojnë se janë shqiptarë, në gjenes, në esencë, në ranj, por këte edhe ta kërkojnë dhe të deklarohen publikisht se janë shqiptarë me komp, e nuk janë Maqedon Slav. E këta nuk u asimiluan me dhunë, por u asimiluan vullnetarisht. Shqiptarët musliman në Maqedoni e di se këte që do të them, nuk do t'i pëlqej shumicës, ose nga ata të cilët pretendojnë se kur themi ne në Maqedoni, se shqiptarët po të mos e kishin pas fen islame si fe, sot ju të nderuar shqiptarë në Shqipëri dhe Kosovë, në Maqedoni, vëllezërit tuaj t'i harroni se do të ishin shqiptarë. Ndaj, feja islame neve në Maqedoni në Veriut na e ka ruajt edhe kombin edhe gjuhën. Për arsye se, pse? Shumë thjesht, nuk kemi pranuar të martohemi me martesa të përzijera. Dhe e thash, mi gjeni shqiptarët ortodoks. Ku janë në Maqedoni? Çka janë ata sot? Ata sot janë të gjitha asimiluar. Janë shëndruar në Maqedon Slav. Dhe po të diskutosh me ata e mohojnë kategorikisht këte. E ata nuk janë 1.000, 2.000, nuk janë 3.000, 5.000, 10.000. Janë me 100.000. E sikur ata të kishin qenë jo me fe ortodokse, sot do të ishin për krah vëllezërve musliman shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Por të kthehem tek tema e antimuslimanizmit në Kosovë dhe në Shqipëri. Kjo të dalin intelektual të gradave të ndryshme dhe të shfaqen në mediat publike, në portalet publike, në rrjetet sociale, në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe të haptazi të urrejnë fen e shumicës së shqiptarëve, kjo më brengos dhe e brengosen shumicën e popullit shqiptar, sepse kjo lloj urrejtje ndaj islamit, ndaj vëllezërve dhe motrave muslimane shqiptare, çon vetëm në një mullim, në mullit e atyre komshive tonë, të cilët gjithnjë kanë pas apetite dhe kanë pas tendenca që neve të na sundojnë e të na okupojnë. Prandaj, duhet të kemi shumë kujdes dhe duhet ta dijmë një gjë, se fejet të cilat i kemi ne si shqiptarë janë një pasuri e jonë kombëtare. Dhe harmonia e cila me shekuj është kultivuar në mesin e popullit shqiptar, bazuar në 3 fejet që i kemi, në atë islame, ortodokse kristiane dhe katolike kristiane, janë çështje të cilat e kanë ruajt bërthamën e kombit dhe në mesin tonë kanë përhapur vëlla dashje, kanë përhapur tolerancë, kanë përhapur harmoni, kanë kultivuar atdhetari, atë dashuri, dhe kjo vëllazëri, e cila është e kultivuar dhe e ruajtur me shekuj, duhet të vazhdoj edhe në të ardhmen. Dhe këto tendenca antimuslimane me njëherë duhet të luftohen pikës pari nga vëllezërit dhe nga motrat tona që i takojnë fesë së krishterë. Le ta di çdo kush, le ta di çdo njeri, se përgjegjësinë më të madhe për harmoninë në mesin e shqiptarëve e kanë ata që e kanë fen me shumicë, dhe në këtë rast janë shqiptarët musliman, të cilët kanë përgjegjësi dhe këtë përgjegjësi e kanë mbajt me shumë burrëri deri në ditët e sotme, duke e kultivuar harmoninë fetare në mesin e shqiptarëve dhe vazhdojnë ta kenë këtë përgjegjësi. Dhe kjo i takon shumicës
sepse ne jemi shumicë dhe me një kulturë të jashtëzakonshme, me një tolerancë të jashtëzakonshme, me një durim të jashtëzakonshëm, shqiptarët musliman, si shumicë në mesin e popullit shqiptar, vazhdojnë të jenë përgjegjës dhe vazhdojnë të mos provokohen, vazhdojnë të mos jenë ata të cilët do e marrin anën e revanshizmit, sepse revanshizmi nuk na çon neve në prosperitet dhe në progres, përkundrazi na çon në drejt humbnerës, drejt humbjes, e nuk e di se kush janë ato forca të cilët janë shfaqur në kohë të fundit, kush i nxit ata, kush i mbështet ata, kush i financon ata. Këto janë krejt punë të djallit, këto nuk janë punë të cilat janë të përfshira në edukatën fetare të krishterë e as në edukatën fetare ortodokse të krishterë e as në edukatën fetare islame. Prandaj, le të kujtohemi pak, sepse e kemi pas një luftë para 25 viteve, ose i kemi pas disa lufta, por njëra ka qenë më e përgjakshme, ajo në Kosovë. Ne duhet të dimë se që nga fillimi i viteve të 90-ta, Kosovës ju mor autonomia e saj politike. Dhe çka? Filluan masat e dhunshme në Kosovë, të cilat përfunduan me luftë të përgjakshme në vitin 1999. Dhe tani imagjinoni ju anti-musliman shqiptar, që edhe keni edhe grada akademike, duhet që vit turbre, duhet që vit turp para popullit shqiptar, kur e urreni fejen islame dhe kur i urreni vëllezërit tuaj musliman, që janë shumicë brenda për brenda kombit shqiptar. Kjo është njësoj si kur ta urreni atë dheu, si kur ta urreni kombin shqiptar, sepse ne jemi shumicë absolute, që e përbëjmë kombin shqiptar si pjesëtar të fejes islame. Dhe tash imagjinoni që nga ato përngjekje dhe nga ajo dhunë e Miloševićit në Kosovë, shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, të cilët i hapën dyert të shtëpive të tyre, që t'i strehojnë vëllezërit e tyre nga Kosova, që janë mësyn Shqipërisë, duke ikur nga masakrat, nga vrasjet dhe nga shfarosja e makinerisë ushtarake policore të Miloševićit. Kush i hapi ata dyert në Maqedoni? Jemi ne shqiptarët, të cilët jemi 100% me fe islame, por që për vëllezërit tanë në Kosovë i hapëm shtëpi, i hapëm strehat tona, i hapëm vatrat tona që ata të kenë se ku të strehohen. Dhe tash imagjinojeni këtë, më vjen keq që ta deklaroj në këtë mënyrë, por nuk kam tendencë revanshizmi, nuk kam të tendencë që të paraqitemi ne shqiptarët në Maqedoni si një shqiptari superiore, por kjo është e thjeshtë. Dhe nuk do kush e di sa që ta vrasësh mendën dhe ta kuptosh se po të mos kishim qenë ne në Republikën e Maqedonisë së Veriut, shqiptar musliman, kush do t'i kishte pranuar ata vëllezër mbi 400.000, 500.000 shqiptar nga Kosova? Duhet të kemi shumë kujdes. Dhe pse ju shqiptarët e mi intelektual nga komuniteti kristian ortodoks dhe kristian katolik, që keni marrë hof të lahtarshëm dhe që dilni dhe që propagandoni rikthimin në fejen e të parëve. Kush është feja e të parëve? Feja e të parëve nuk është kristianizmi. Feja e të parëve është paganizmi. Të jemi të qartë. Dhe rikthim, po çfarë do të thotë rikthim, ore? Pse abuzoni me kësi lloj termash? Po para se të vi perandoria osmane, të deportoj në Ballkan dhe në trojet shqiptare, Islami ka qenë veç prezent, por jo në mënyrë masive.
2-3 shekuj para atyre. Bile thuhet ka kronika të cilat rrafejnë se muslimanët e parë të cilët kanë depërtuar nëpërmjet Republikës së Venedikut dhe nëpërmjet detit Mesdhe, duke bërë tregti edhe me pjesën këndej të Ballkanit e në Greqi, duke u ndalë në kreta të Greqisë e pastaj duke vazhduar më tuqe, edhe deri në trojet tona shqiptare, kanë qenë grupe tregtarësh arab me fe islame, të cilët pastaj janë vendosur në disa treva. Dhe të thuash se Perandoria Osmane i ka shkaktuar të gjitha këto katastrofa në mesin e popullit shqiptar, është një tendencë shumë e rrezikshme. Për arsye se edhe para Perandorisë Osmane, neve na kanë pushtuar perandori të ndryshme. Ato kanë qenë Perandoria Bizantine, e cila ka sunduar mbi 1000 vite, dhe Perandoria Romake, para Perandorisë Bizantine. Në vitin 1204, kur krishterët katolik e pushtojnë Konstantinopolin e atëhershëm, i cili ka qenë nën sundimin bizantin, pra nën sundimin e kishës lindore ortodokse. Dhe kisha perëndimore apo kisha katolike e Romës, nëpërmjet krishterëve katolik, e pushton Konstantinopolin në vitin 1204. Këtë situatë shumë bukur e shfrytëzojnë popujt apo fiset turkmene dhe fiset bullgare, edhe fiset serbe, të cilët marshojnë në veriun e Shqipërisë. Dhe nga atje, nga shekulli 13, fillon pushtimi dhe sundimi i Shqipërisë së veriut nga kush? Nga Car Dushani i Serbisë ortodoks, i cili mbi 350 vite e sundon Shqipërinë. Ju këtë nuk e thoni, ju këtë e heshtni, ju e heshtni masakrat, vuajtjet, vrasjet në mesin e shqiptarëve nga ana e Perandorisë Bizantine. Ju e heshtni këtë, që ka zgjatur jo 500 vite, por 1100 vite, që nga shekulli 3 pas Krishtit e deri në vitin 1400. Pra, që nga shekulli 3 deri në shekullin e 15. Dhe Perandoria Bizantine ka trashëguar perandorinë romake. Konstantini i Madh në vitin 325, si perandor romak, është konvertuar në krishterizëm dhe çka? E ka thirrë koncilin e Niceas. Nicea, qyteti iznik i sotëm në Turqi. Dhe në vitin 325, Konstantini i Madh i grumbullon 300 mbi 300 peshkop në Nicea dhe çka? E fut në krishterizëm teorinë e Trinitetit, e cila bëhet pastaj dogmë krishtare, që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Dhe Perandoria Bizantine gjithashtu i ka sunduar shqiptarët dhe me dhunë e ka përhap ortodoksizmin kristian, apo kristianizmin ortodoks. Përësisë në vitin 957, perandori atëhershëm bizantin Theodosius, digjen të tij që i kishte njërit jale në trashëgimi kishën lindore, me seli në Romë, dhe njërit jale kishën, kishën perëndimore, me seli në Romë, dhe tjetrit Arkadius i jale kishën lindore, me seli në Konstantinopol. Këto perandori, pra ajo romake dhe bizantine, janë paraardhëse të perandorisë osmane në trojet shqiptare. Ndaj kur të flasim dhe kur të
kur të kundërshtojmë, apo kur të kritikojmë e të shajmë, atëherë le t'i shajmë dhe t'i marrim pak me radhë, historikisht t'i shohim kush kanë qenë të gjithë ata të cilët i sunduan, i pushtuan trojet shqiptare. Dhe të mos koncentrohemi, të përqendrohemi vetëm në 500 vitet e fundit, në 600 vitet e fundit. Le të shkojmë pak pas. Dhe rikthimi në fe, në cilën fe? Në fenë pagane, atë duhet të bëheni pagan. Por edhe Kisha Katolike distancohet nga ju, o të mirë, të cilët keni dalë që keni formuar disa lëvizje që pretendim apo që qëllim nuk kanë tjetër përveç se ta përçajnë kombin shqiptar. Dhe kjo nuk i bën nder as të krishterëve katolik, as të krishterëve ortodoks, kjo nuk ju bën nder as shqiptarëve musliman. Dhe ta akuzosh një fe të tërë dhe ta urrejsh një fe të tërë tregon atë mos kulturën, tregon atë mos pasjen moral, mos pasjen etik dhe mos pasjen respekt për tjetrin. Për arsye se ne mund të kritikojmë grupe, ne mund të kritikojmë individ. Dhe kjo është krejtësisht normale dhe drejt, por të kritikojmë fejet e njëri tjetrit, t'i marrim në përkam dhe t'i përbuzim fejet, të cilat janë të shpallura nga Zoti i gjithësisë, dhe në të cilat me miliarda njerëz besojnë dhe i kultivojnë ata, kjo është një tendencë tejet e rrezikshme, e cila çon vetëm në përçarje dhe çon në shkatrim. Ndaj duart larg nga këto tendenca antimuslimane dhe anti-islame, të cilat kanë marrë hof në Shqipëri dhe në Kosovë. Ju përshëndes, ju dëshiroj gjithat mirat. Miru pafshim në video të radhës.